Sipas hetimeve, Rodriguez udhëtoi nga Kolumbia drejt Greqisë, më pas në Maltezi dhe në Shqipëri, pasi kishte detyrë të nxirrte kokainën e përzierë me ple organik. Shqipëria pret mbrëmjen e sotme në një miqësore në arena kombëtare Izraelin, ku qesin mbyllën përgatitjet, ku edhe pse në letre kjo përballje nuk ka rëndësi, dy miqësoret e muajit qershor janë dy teste të mira për teknikun Maran që do e ndihmojë shumë atë në vazhdimsi. Ushtria amerikane ka bombarduar një ishull të Iranit në kundërpërgjigje të një sulmi të lëshuar nga Garda Revolucionare, në shënjes të përfunduan bazat amerikane në Bahrein dhe Katar, me këtë të fundit që raportoi dëme të mëdha në aeroport dhe të plagosur. Ukraina ka goditur Rusinë në zemër të saj në Shën Peterburg në një ditë kur zhvillohet një event i rëndësishëm që konsiderohet si Davosi i Putinit. Gjithashtu, në sulme të tjera raportohen viktima dhe të plagosur. Të nderuar televizionistë, përshëndetje, ne jemi rikthyer me Ady sot këtu në Ady CNN. Do të shkojmë menjëherë në një lidhje të drejtë për drejtë. Ne ftojmë për të biseduar gazetaren tonë të sportit Dea Kozma. Flasim sot në një ditë të rëndësishme, mbase më shumë të rëndësishme për trajnerin Maran sesa për kombëtaren Dea, pasi ne përballemi në miqësorën tonë me Izraelin, por që është si thua ndeshja e parë zyrtare e Maran me kombëtaren. Të përshëndes Suela, ashtu sikur se e the edhe ti, në fakt kombëtarja shqiptare rikthehet pas ndeshjeve të muajit mars, pas asaj ëndre për të kualifikuar në botror, por tani duket se çdo gjë është ndryshe dhe duke nisur që nga pankina me trajnerin Rolando Maran, i cili do të bëjë debutimin e tij në këto dy miqësore të muajit qershor, fillimisht ndaj Izraelit sot në mbrëmje dhe 3 ditë më vonë ndaj Luksemburgut. Të gjithë në fakt janë kurioz të shohin lojën që Rolando Maran do të zgjedhë për të luajtur skuadrën. Se është një trajner italian, ai ka thënë shpesh se kërkon një futboll agresiv, të luajë një lojë të bukur me aksione të shpejta, mbetet për të parë se si do të jetë sot. Megjithatë, ajo që e themi të sigurt është se skuadra ka mbyllur përgatitje tashmë për këtë ndeshje, ka një frymë shumë pozitive brenda grupit, ku për fatin e mirë lojtarët gëzojnë formë të mirë fizike. I vetmi që ka shqetësuar në seancën e fundit stërvitore është Myrto Uzuni, i cili për shkak të gjendjes së tij gripale nuk është stërvitur me skuadrën, por mbetet në dyshim nëse do të jetë apo jo në përzgjedhjen e trajnerit Rolando Maran në 11-ën e tij. Megjithatë, ka gjasa të mëdha që edhe sulmuesi të jetë pjesë e skuadrës. Megjithatë, duhet thënë se të paktën grumbullimi i parë i Rolando Maran ka nisur me shumë shqetësime, me shumë mungesa, pasi përveç Muçit, Manaj, Strakoshës, së fundmi është larguar edhe Ardian Ismaili, i cili edhe pse ka ardhur fillimisht në grumbullim, pas testeve mjekësore, ekzaminimeve mjekësore, është rënë dakord me stafin mjekësor, por edhe pas një bisede të gjatë që futbollisti ka patur me trajnerin Rolando Maran, që ai të kthehet tek ekipi i tij për shkak të një dëmtimi muskulor të gradës së dytë, lojtari nuk është gati, kjo edhe për të mos e rrezikuar të paktën në fund të sezonit, duke qenë se janë dy miqësore që në letër do t'i vlenë më së shumti trajnerit Rolando Maran për të parë gjendjen e skuadrës, është dhënë drita jeshile që futbollisti Ardian Ismaili të kthehet në klubin e tij dhe të nisë aty fazën e rikuperimit. Sa i përket pjesës tjetër të skuadrës, është gati, ka bërë një seancë të plot fizike, mbysotron një frymë shumë pozitive, edhe pse janë dy miqësore, të gjithë kërkojnë t'japin maksimumin edhe për të marrë një rezultat pozitiv në fund. Do fole për mungesat, po përsa i përket risive, a ka ftuar Maran lojtar të rinj në skuadër, apo po përdor ata të cilët dikur kanë qenë në stolin e rezervave? Surpriza në fakt më e bukur e listës së Rolando Maran, nga i cili mendohet që mund të ketë sot disa minuta edhe debutuese për të, është Luis Hasa, talenti shqiptar, i cili në të kaluarën e tij ka luajtur me moshat e Italisë, ka mbajtur veshur fanellën e kaltër, të paktën me 19 vjeçarët e Italisë, me të cilët ka arritur që të shpallet edhe kampion Europe, si dhe ka bërë disa ndeshje me 21 vjeçarët e Italisë, në fund ka zgjedhur që të përfaqësoj fanellën shqiptare. Në fakt, ftesa
Pjesa ka qenë shumë emocionuese, kështu është shprehur edhe vet futbollisti. Ai ka kryer një sezon shumë të mirë në Serie B, me cilën e mbylli me 5 gola dhe 4 asist. Shihet vërtet si një mesfushor premtues edhe për të ardhmen në kombëtaren shqiptare. Megjithatë, unë ftoj të ndiqni një deklaratë të futbollistit përpara ndeshjes me Izraelin, si dhe të Kristian Aslanit, i cili ka theksuar shpesh që edhe pse janë 2 ndeshje miqësore, skuadra do të bëjë maksimumin për ta mbyllur me një rezultat pozitiv në fund. E ndjekim deri kthehemi sërish. Faleminderit. Jam shumë i lumtur që jam këtu sot, o një emocion e madhe të këtu me kombëtaren. Pata pas ca kontakt me FSHF-n, edhe para ca jave erdhi ftesa nga klubi, e klubi ma nisi mu, e unë direkt marrën telefon prindit të mi. Emocioni madh sepse unë i patëm ndjek vetëm televizor, edhe ndeshjen e fundit isha si tifoza, i menjën këtu si litar e kombëtares. Litarë më kanë prit mirë, ca litari njifja, ca i kam njofa, grupi forta, grup i bashkuar, edhe trajneri me staf i kam njofa, që ditën e para kemi foli qika, edhe më patëm fol gjithë mirë. Skuadra i forta. Jemi gati për këto 2 ndeshjet. Ja, nuk e di sa vlejnë, po rezultati besoj që nuk vlen këto 2 ndeshjet, po shumë mirë t'i bëjmë këto 2 ndeshjet sepse kemi një trajner të ri edhe kështu tani siç tham do përgatisim këto 2 ndeshjet, pastaj do mendojmë për Nations League. Për mua, unë siç thash gjithmonë ky ekip ka shumë kualitet, ka shumë cilësi edhe për mua ky ekip është i fortë. Kemi shumë çuna të rinj që do mirë dhe kombëtar janë kombëtare si Asa, si Shpendi dhe Shpendi Empri që nuk është, po kemi edhe Fetaj. Janë shumë çuna të forta dhe besoj që do bëhet akoma më fortë kombëtare, po unë besoj se kjo kombëtare ka shumë kualitet dhe kjo është gjë shumë e madhe. Ndoqim të deklarata, jemi rikthyer sërish së bashku në këtë lidhje të drejt për drejt. E tham edhe më herët, ky në fakt është një test për Maran, si thua është një ndeshje për të, pse jo, edhe për të parë në çfarë gjendje është ekipi, edhe për të mësuar më shumë për kombëtarën shqiptare të cilën ai tashmë do ta drejtojë. A është optimist Maran? Cilat kanë qenë deklaratat e tij? Suela, në fakt, trajneri Rolando Maran ka patur shumë pak kohë në dispozicion për të stërvitur kombëtaren shqiptare. Kujtojmë që grumbullimi i kuqezimve nisi pikërisht të hënën, mbrëmjen e të hënës, dhe ka patur në dispozicion vetëm 2 seanca stërvitore për të parë lojtarët. Megjithatë, edhe pse shumë pak kohë, të paktën siç e ka theksuar edhe trajneri Rolando Maran, e njeh mjaft mirë skuadrën, e njeh mjaft mirë cilësitë që djemt ka, dhe këtë e ka deklaruar edhe në konferencën për shtyp, ku për t'i hequr mbase deri diku presionin lojtarëve, edhe pse janë 2 miqësore, secili prej tyre kërkon që të tregojë më të mirën nga ti, duke qenë se edhe përballë ka një trajner të ri. Ai ka thënë se do të luajë një ndeshje me një futboll të bukur dhe për të kërkuar në fund edhe fitoren, pse jo, por për më shumë ndjekim çfarë ka thënë trajneri Rolando Maran si dhe kapiteni i kombëtares shqiptare Bera Gjimshiti. Ajo që është në fokus është që të jemi Shqipëri, e cila kërkon të bëjë ndeshjen më të mirë të mundshme. Ajo që kam parë dhe më ka pëlqyer është dëshira dhe motivimi i lojtarëve. Do të shohim si do të përkthehet në fushë. Koha nuk është asnjëherë e mjaftueshme. Kur je trajner dhe punon me një kombëtare, janë shumë pak ditë që ke në dispozicion për të vendosur idetë tua dhe për t'u njohur me lojtarët. Besoj se ka mjaftuar koha për një koncept të qartë se si duhet të luajmë. Nuk është e lehtë me Izraelin, i bën skuadrat e tjera të luajnë keq dhe bën të vraposh pa top. Duhet të japim shumë intensitet dhe të mos krijojmë shumë hapësira për ta. Do të jetë test i mirë dhe stimulues për lojtarët. Ideat janë të qarta, besoj që me atë pak kohë që kemi pas, besoj që kemi shiku disa gjëra që don trajneri për këtë cikël të ri, që don nga lojtarët që t'i bojmë në fushë, dhe sigurisht që sa më shumë kohë kalon dhe ma mirë bëhet, po besoj që jemi gjithë të gatshëm të bëjmë atë që kërkon trajneri dhe të japim maksimumin në fushë. Dea Kozmane, jemi rikthyer sërish së bashku në këtë lidhje të drejt për drejt, pasi kemi dëgjuar dhe këto deklarata. Flasim pak të lutem për formacionin zyrtar që do të luajë sot në fushë. A kemi atë? A është deklaruar nga Maran dhe FSHF?
Informacione zyrtare ende nuk e kemi, pasi do akoma disa orë që të nisë ndeshja në orën 20. Megjithatë mund të kemi një informacion të mundshëm dhe duke qenë se koha ka qenë shumë e pakë në dispozicion, edhe trajneri Rolando Maran nuk ka dashur që të bëjë shumë eksperimente. Në mungesë të Thomas Strakosha, vendin e titularit me shumë gjasa në por do ta zë Alen Sherri. Nga krahët e mbrojtjes nuk mendohet që mund të ketë ndryshime të mëdha, në të majt Mario Mitaj, ndërsa në të djathtë Elseit Hysaj. Edhe në qendër nuk mendohet që do të ketë shumë dilema me Berat Gjimshitin dhe Arlinda Jetin. Sa i përket mesfushës, mendohet Aslani, Ramadani dhe Shehu, dhe përpara tyre me shumë gjasa mund të jetë Nedim Bajrami apo mund të jepet edhe disi hapësirë Luis Hasës në vendin e fantazistit. Ndërkohë në sul mendohet që të jetë Armando Broja dhe me gjasa nëse do të kemi lajme të mira nga Myrto Uzuni dhe ai mund të ketë një fanell titulari. Megjithatë këto janë hamendësime, pasi gjithmonë trajneri Rolando Maran ka qenë shumë hermetik, edhe kur është pyetur në konferencën për shtyp nuk ka dashur që të japi shumë detaje, por ta ruaj për veten e tij 11 titularët që ai do të hedhë në fushë. Kujtojmë që edhe pse përballë kemi Izraelin, një kombëtari që mbase në letër është në një nivel më të ulët se sa Shqipëria, nëse do të shohim ndeshjet direkte që kuqezin kanë me kombëtarin izraelite, kjo do të jetë përballja e 7 në historinë e tyre dhe do të jetë e para miqësore, pasi 6 ndeshjet e tjera kanë qenë në kuadrin e kualifikuesave të botrorit apo edhe në ligën e kombeve. Kujtojmë që nga këto 6 ndeshje 4 herë ka fituar Izraeli dhe 2 herë ka fituar Shqipëria, asnjë ndeshje nuk është mbyllur në barazim, por 2 takimet e fundit, nëse do të kthehemi pas në kohë, kanë qenë në ligën e kombeve, atëherë kur për fatin e keq të dyja ndeshjet, si në Tel Aviv, si në Tiranë, u mundu me rezultatin 2-1. Megjithatë, le të kujtojmë atë sukses 3-0 që Shqipëria ka regjistruar në vitin 2017 përballë Izraelit dhe mbase edhe sot mund të kemi të njëjtën histori. 2 golat e Armando Sadikut edhe të Ledian Memushajt në pjesën e dytë bëri që Shqipëria të merrte 3 pikë të rëndësishme në kualifikueset e botrorit në atë kohë. Sot do të jetë vetëm në kuadrin e miqësore, por emocionet e kombëtares gjithmonë janë për të shijuar, kështu që mendoj që edhe sot mund të jetë një natë feste gjithmonë nëse arrijmë që të fitojmë përballë Izraelit. Unë falenderoj shumë Dea, edhe punë të mbarë. Ne vazhdojmë të nderuar teleshikues me informacione të tjera. Do të flasim pikërisht me gazetarin ton Armand Bajrami në këto momente, nëse e kemi gati, pasi do të flasim për Spakun, për faktin që aty ndodhet Armand Bajrami, i cili do të na japë informacione në lidhje me kimistin e laboratorit të drogës në Frakull, Samir Rosales Rodriguez, që është në gjykat për pretencën e prokurorisë së posaçme. Sipas hetimeve, Rodriguez udhtoi nga Kolumbia drejt Greqisë, më pas në Maltëzi dhe në Shqipëri, pasi kishte detyrë të nxirrte kokainën e përzgjedhur me ple organik. Por këtu e kemi Armand Bajramin, i cili do të na jap më shumë informacione dhe detaje në lidhje me këtë ngjarje apo këtë episod i cili duket sikur është shkëputur nga Breaking Bad, apo jo Armand? Posuela, në fakt, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka thënë fjalën e saj të fundit sa i takon gjykimit ndaj një shtetasi kolumbian, 49 vjeçarit Samir Rodriguez, i cili nuk është i arrestuar, është gjykuar në mungesë në gjykatën e posaçme, por është i arrestuar në shtetin kolumbian dhe pritet ekstradimi i tij në Shqipëri. Në fjalën e tij të fundit, në pretencën e lexuar para gjykatës, prokurori Adnan Xholi ka kërkuar deklarimin e fajshëm të Samir Rosales Rodriguez dhe dënimin e tij me 14 vite burg për veprën penale të trafikut të narkotikëve dhe po ashtu grupit të strukturuar kriminal. Samir Rodriguez ka pasur në fakt një rol specifik në grupin kriminal të trafikimit të njësasie të madhe kokaine nga Amerika Latine në Shqipëri, por të transportuar në një formë të veçantë e tretur në një sasi të madhe plehu organik artificial. Sipas strukturës posaçme, Samir Rodriguez është kimisti i grupit kriminal që trafikoi thuajse 500 kg kokainë amerikano-latine
drejt Shqipërisë me destinacion final një shtëpi të një zyrtari vendor në frakull të madhe të Fierit. Operacioni zhvilluar kjo nga SPAK në nëntor të vitit 2022. Dhe pikrisht Samir Rodriguez ishte personi i cili do të ekstraktonte kokainën e tretur në plehun organik artificial dhe kthimin e saj në lëndën kokainë të pastër dhe të gatshëm për tregun e shitjes. Edhe pse u bë operacioni dhe u arrestuan 10 persona të tjerë, të cilët janë dënuar nga ana e gjykatës posaçme në një gjykim të veçuar, Samir Rodriguez ndonse u identifikua gjatë hetimeve, nuk u arrestua aso kohë, nuk u bë mundur gjetja e tij dhe ai u arrestua në shtator të vitit 2025 në vendin e tij të origjinës në Kolumbi, ku pritet, siç e pohova më herët, procedura ekstradimit të tij drejt tokës shqiptare. Sipas hetimit të bërë nga ana e prokurisë posaçme, ka rezultuar se Samir Rodriguez jo vetëm do të bënte ekstraktimin e kokainës, pra ishte jo vetëm kimisti i kokainës të transportuar nga Amerika Latine drejt Shqipërisë me destinacion frakullën, por njëkohësisht kishte qenë dhe garantor dhe bashkëshoqërues i kësaj ngarkese. Është provuar në bazë të lëvizjeve, por njëkohësisht informacionit të përcjell nga autoritetet partnere se Samir Rodriguez në të njëjtën kohë kur konteneri ku ndodheshin sasia e thasëve të plehut organik artificial, brenda të cilit ishte tretur kokaina, ishte dërguar në rrugë detare përmes kontenierëve nga Kolumbia në portin e Pireut në Athinë, më pas në portin e Barit në Malin e Zi, dhe mandej ka ardhur në rrugë toksore pra nga Mali i Zi drejt frakullës madhe në Fier. Samir Rodriguez në të njëjtën kohë që kjo sasi e thasëve të plehut organik artificial në të cilën ishte tretur kokaina, ka qenë bashkëshoqërues, pra në të njëjtën kohë ka qenë në Athinë, por njëkohësisht më pas edhe në portin e Barit, ndërkohë që hyrja e tij në Shqipëri mendohet se është bërë në mënyrë të jashtëligjshme për shkak se në sistemin TIMS nuk figuron që Samir Rosales Rodriguez të jetë futur në territorin shqiptar. Por nga ana tjetër, SPAK ka dokumentuar përmes një veprimi hetimor praninë e tij dhe ekzistencën e tij në Shqipëri, ku gjatë hetimit të çështjes dhe teksa mbahej në vëzhgim ngarkesa e mbritur e kokainës e tretur në pleh organik artificial në frakull të madhe të Fierit, Samir Rodriguez ka shkuar në të vend, është parë dhe është filmuar, dokumentuar kjo nga agent që vëzhgonin në distancë në terren, faktin që ka marrë mostra nga plehu organik dhe më pas teksa ka qenë dëgolltuar drejt kryeqytetit në zonën e Vorës, aty është bërë një posoblok nga një posoblok i pretenduar si i rastësishëm nga ana e policisë rrugore, i është kërkuar në justifikimin e një kontrolli rutinë, janë kërkuar dokumentet e identifikimit 2 personave që udhtonin në këtë mjet dhe një prej tyre, pikërisht personi që ishte pasagjer në sediljen e pasme të automjetit, rezultoi të ishte Samir Rosales Rodriguez, i cili u identifikua në fakt me pasaportën e tij kolumbiane para efektive të policisë. Por për të mos dekonspiruar atë kohë operacionin që ishte duke zhvilluar dhe hetimin që ishte duke zhvilluar SPAK, Rosales Rodriguez u la i lirë, duke mos u bërë më vonë i mundur arrestimi i tij, por vetëm disa vite më vonë pikërisht në tokën e tij të origjinës në Kolumbi. Unë falenderoj Armand për gjithë informacionin e detajuar dhe punë të mbarë. Ndajmë të nderuar teleshikues nga gazetari ynë Armand Bajrami. Ndërkohë, flasim për të tjera informacione. Prokuroria e Tiranës ka pushuar hetimin e nisur për 6 nga 7 të miturit e arrestuar pas protestës opozitare të 10 shkurtit përpara kryeministrisë, si autor të sulmeve me gur edhe me molotov. Bazuar në një vlerësim psikologjik, prokuroria ka aplikuar masën e shmangjes, duke i paralajmëruar me gojë të rind që të mos përsërisin veprat penale. 6 prej 7 të miturve të arrestuar pas protestës opozitare të 10 shkurtit para kryeministrisë janë përjashtuar nga ndjekja penale. Çështja ndaj tyre është pushuar pasi janë paralajmëruar me gojë nga prokurori për të mos përsëritur më veprimet e tyre. Pas pushimit të hetimit ndaj tyre, gjykata pranoi edhe kërkesën e prokurorisë për shuarjen e masës së sigurisë detyrim për paraqitje. Referuar vendimit të gjykatës të siguruar nga A2, 7 të miturit u prangosën pas protestës së thirrur nga Partia Demokratike. Teksa mbanin kapuç në kokë, ata dyshohet se kanë qenë pjesë e një grupi aktiv që ka hedhur gur dhe molotov drejt kryeministrisë dhe punonjësve të policisë.
Veprimet e tyre janë dokumentuar me spamjeve filmike, raporteve të vëzhgimit, si edhe dëshmive të 13 punojësve të policisë të lënduar fizikisht në protest. Gjatë hetimit, me urdhër të prokurores Eriselda Bala, të rinjtë janë nënshtruar një vlerësimi psikologjik. Referuar përgjegjshmërisë së tyre, nivelit intelektual, kushteve të jetesës dhe gjendjes familjare, është të konkluduar se një dënim ndaj tyre mund të ketë ndikim negativ në gjendjen emocionale, sjelljen dhe të menduarit në të ardhmen. Për këtë shkak, prokuroria ka aplikuar masën alternative të shmangjes përmes paralajmërimit. Ky paralajmërim, sipas dispozitës përkatëse të kodit të drejtësisë penale për të miturit, i bërë në prani të avokatit dhe të psikologut me një gjuhë të kuptueshme për ta, konsiston në bërjen me dije të rëndësisë së veprës penale, dëmin e shkaktuar dhe pasojat nëse ajo përsëritet. Ndërsa për të miturin e 7, të cilit në momentin e arrestimit janë gjetur me vete 7 mjete piroteknike, prokuroria ka vendosur dërgimin e tij në gjykim për veprat penale të goditjes për shkak të detyrës, prishjes së rendit dhe qetësisë publike dhe organizime pjesëmarrje në grumbullime e manifestime të palishme. Të nderuar shikues, në vazhdim do të flasim sërish për turizmin edhe për faktin se bashkitë e qytetit janë bërë apo jo gati për të pritur turistët edhe vizitorët e kësaj vere. Me lidhjen tonë të depërdet do të shkojmë në qytetin e Vlorës për të lidhur me gazetarin Edi Ruçi, aty ku ka diell det, por nuk ka autobuza, apo jo, Edi, për të lëvizur qytetarët, për të lëvizur turistët. Çfarë ndodh me linjat urbane në Vlorë? Unë në këtë momente duke se kemi një problem audio me gazetarin Edi Ruçi, pasi nuk mundemi do ta dëgjojmë. Edi, të lutem, e provojmë edhe një herë të flasim, pasi momentin e parë nuk mundëm të dëgjojmë. Nuk e di nëse mund të tani jemi okay, po jemi shumë mirë, faleminderit. Okej, po thoja që sektori i turizmit në qytetin e Vlorës, por edhe qyteti bregdetar apo edhe ato pjesë elitare të pushimit si Radhima dhe Orikumi në qytetin në bregdetar vuajnë prej vitesh një problematik, e cila ka të bëjë me transportin urban brenda qytetit, i cili vijon të jetë një gangrenë vërtet. Kjo për faktin se stacionet e autobusit, siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, pa shpinës time, duken kështu si në pamje. Për t'i përshkruar më tepër, aty kemi një tabele cila sinjalizon që është një stacion urbani dhe këtu kemi vizat e verdha të cilat të tregojnë këtë fakt. Por çfarë mungon? Mungon një streh ku të qëndrojnë qytetarët, mungojnë tabelat informuese për orare dhe për destinacionet, pasi mund të ndiqni që nuk ka tabela informuese për këto të fundit dhe gjithashtu mungon një vend i sakt ku pushuesit, turistët e huaj të mund të qëndrojnë dhe të informohen. Shpesh këto vende, të cilat janë stacione autobusi, ngatrohen edhe me parkime automjetesh, aty shkojnë dhe i zën makinat, i zën automjetet, duke u kthyer në një problem më vete dhe duke mos parkuar autobusi. Duke marrë parasysh faktin që kemi të bëjmë me segmente rrugore të cilat janë me 2 kursi, vajtje dhe ardhje, në shumë raste autobusi duhet të ndalojë në mesin e rrugës dhe për këtë arsye bllokon një prej kursive të qarkullimit rrugor, duke u kthyer më pas, le të themi, në problem për trafikun, duke u kthyer në problem për qarkullimin. Konkretisht një makinë qëndroi pas shpinës tënde, nëse mund ta shohësh, konkretisht nëse aty vjen tani autobusi, rruga është e bllokuar. Nuk ka ku ndalon, absolutisht nuk ka ku ndalon, mund ta shihni që automjeti është pas shpinës time, mund të futen dhe mjete nga moment kur ne fillojmë edhe flasim dhe jemi në këtë lidhje live dhe kjo situatë ka kështu ndër vite. Pasi ka bllokuar rrugën hyrëse të autobusit, nuk ka ku mund qëndroj ky i fundit dhe në këtë moment ai detyrohet që qëndroj në korsin tjetër duke bllokuar qarkullimin e të. Është një situatë e cila ka ndër vite, siç po thoja, që rëndon në Vlorë, është një situatë që është raportuar shpeshherë në ankesa, në dëgjesa publike që ka bërë pushteti lokal dhe ai qëndron në qytetin në bregdetar, por nuk është zgjidhur. Madje mund të themi me pikëmëri që është një mënyrë operimi e tillë edhe në projektet infrastrukturore të krijuara dhe të ndërtuara në Vlorë vitet e fundit, flas tu për lungëmarrjen apo bulevardin e Vlorës, ku Më falë, të lutem, përsëri më duket se humbëm audion me Edin në këtë moment dhe unë nuk mundet
ta dëgjoj, ta provojmë edhe një herë nga regjia të shohim nëse do të kemi mundësi të lidhemi me Edin dhe ta dëgjojmë mirë. Ndërkohë Edi, unë shoh aty pas shpinës tënde vërtet një tabel me një autobus, por nuk po pretendoj ekran digital që t'i jap oraret, por nuk ka asnjë një tabel tjetër që thot oraret se kur vjen autobusi, nuk e di se si dikush mund ta gjej se kur mund ta pres ose jo. Dhe në fakt të shoh që mbas shpinës tënde nuk ka qytetar që presin autobusin, a e përdorin apo jo? Pikërisht kjo është një problem, siç po thoja edhe në fjalën time, që mungojnë tabelat digjitale. Është investuar ndër vite për to, janë miliona lekë të hedhura në këto të fundit, por nuk funksionojnë, nuk kanë funksionuar asnjë ditë të vetme, duke e bërë të paqartë të gjithë transportin urban në qytet. Pasi një turist nuk ka informacion mbi destinacionet që mund të kryejë apo edhe për kohën. Por nga ana tjetër, kjo jep luksin edhe firmave të cilat e kanë transportin urban në Vlorë, që të mund të abuzojnë me oraret, për shkak se në tabela nuk është afishuar orari caktuar apo destinacioni i nisjes, dhe kjo bën që të kemi probleme kryesisht në nisje apo dhe në vonesa. Qytetarë që i duhet të presin për minuta me radhë në diell apo edhe në shi, për shkak se nuk ka një stre dhe duhet që të presin autobusin i cili vjen në çdo ditë të ndryshe. Dhe kjo është një situatë e cila kërkon një zgjidhje emergjente përveç zhvillimin e sektorit të turizmit, por dhe vetë potencialin që ka qyteti bregdetari Vlorës. Edi, unë të falenderoj edhe punë të mbarë. Të dërguar të shikues, ne përcjellim gazetarin Edi Ruçi nga Vlora, ku folëm edhe për shqetësimet e lëvizjes së qytetarëve apo dhe turistëve me linjat e autobusit urban, me pasaktësitë në sinjalistik apo edhe në vendqëndrime. Flasim për problemet që hasin turistët dhe qytetarët në Gjirokastër, ku zhurmat gjatë natës, sidomos për shkak të muzikës së lartë të pakuptimt për vlerat që ka Gjirokastra, edhe për të cilat të rreq turistët, po ndikon negativisht në sezonin që tashmë ka nisur. Madje turistët po largohen nga hotelet pranë pazarit karakteristik, pikërisht për shkak të muzikës që vijon deri në agim. Kjo është situata mbrëmjeve verore në zonën më të frekuentuar në Gjirokastër, pazari karakteristik. Tashmë që edhe turistët janë të përditshëm dhe gjithnjë në rritje. Gjirokastra historike po i befason me ndotjen akustike dhe me pamundësim për të fjetur qoftë edhe pa korë. Kjo është dritarja ku flë turisti, vizitori. Dhe kjo është zhurma që vjen. Kur erdhëm, kishim rezervuar tek një hotel në një nga rrugëzat karakteristike të Gjirokastrës. Për në mbrëmje nuk kishim mundësi të flinim. Shumë zhurmë karrikesh, tavolinesh dhe muzikë lart deri në orët e mëngjesit. U detyruam të ikim nga hotel dhe të shkonim diku tjetër. Muzika shumë shqetësuese deri në orën 5:30 e mëngjesit. Ishte pamundur të qetësoheshe apo të flije. U detyrova të ndërroj hotelin. Vi në Gjirokastër për rrugicat, historinë, njerëzit dhe ushqimin, jo për muzikën. Edhe vetë administratorët e strukturave akomoduese shprehen të shqetësuar mbi këtë problematik që po lot të pakënaqur turistët. Është një muzikë e lartë dhe e zhurmshme, e cila ndodh për natë një nga rrugicat kryesore të qytetit, por dhe nga aktivitetet që organizon bashkia. Jo më larg se pardje kemi pas një party rocku dhe në orën 12 të natës, ku turistët kanë dalë në dhomat e hotelit dhe bënin video të shqetësuar, po dhe të çuditur se si mund të funksionojë që në qendër të qytetit muzeal, në objektin kulturor siç është Obelisku, të bëhet një party rocku. Kjo është shqetëson dhe dëmton shumë turizmin në vendin tonë dhe qytetin tonë. Sepse kam një hotel dhe është e pamundur të flesh gjumë, drejtaria e dhomës vjen një muzikë në normat 75-76 decibel. Në bazë të ligjit numër 50 të vitit 2023, 15-11 i konsultuar me avokat, me prokuror, me të gjitha dhe me policin, di personalisht që jashtë derës dhe jashtë banesës muzika duhet jetë 45 decibel, ndotja akustike zhurma. Këtu është 76. Ndërkohë, policia shprehet jashtë kamerave se ka kryer kontrolle, por situata në terren mbetet e pandryshuar dhe turistët nuk arrin dot as të pushojnë të qetë në hotelet në zonën pranë pazarit.
Në 35 vjetorin e themelimit të degës së Partisë Socialiste në Tiranë, Rama falenderoi socialistët që kanë kontribuar në fitoret elektorale të Partisë Socialiste, duke nisur nga Gramozruçi, të cilin e quajti edhe si krye patronazhist. Teksa bëri krahasime me Partinë Demokratike, një parti që sipas tij nuk është shkëputur nga e kaluara, Rama u ndal edhe tek rasti i Erion Veliajt, për të cilin tha se sado e pa drejt u duket burgosja, nuk kërkojnë lirimin, duke ja lënë çështjen drejtësisë. Mandati 4 është pak, ajo sigurisht do të siguroj dhe mandatin e 5. Mbështesni vizionin e Edi Ramës për Shqipërinë 2030. Fjalët e Gramozruçit frymëzuan kryesocialistin Rama për të falenderuar të ashtu quajturit patronazhist, të cilët i konsideron si arsye në bazë të sukseseve elektorale të partisë, por dhe për t'i dhënë një mesazh Partisë Demokratike. Gramozi është krye patronazhisti i Partisë Socialiste. Por nga Gramozi unë dua të kaloj tek ata që askush si përmendi, se të gjithë thonë socialistët kështu në tërësi, por që janë arsyeja bazë e të gjitha sukseseve tona elektorale, që janë patronazhistët e Partisë Socialiste. Dhe nuk është e rastit që edhe rrugët me spionët undan në ata që hynë në rrugën e Partisë Socialiste dhe në ata që vajtën në rrugën e Partisë Demokratike. Gramozi mori socialistët, spionët i morën shërbëtorët që kishte Gramozi para se sa të lindte Partia Socialiste. Dhe për Partinë Demokratike. Nuk e dia ka qenë ky plani yt Gramos që ta shkatrosh opozitën duke quar gjithë spionët atje, po është e sigurt që ka funksionuar plani yt për Partinë Socialiste, që është e çliruar tërësisht nga hijet e shkuarës edhe në këtë aspekt. Diferencën mes PS dhe PD Rama e bëri edhe duke ju referuar rastit të Erion Veliajt, i cili ndodhet në paraburgim. Pikërisht se nuk jemi as ata të tjerët, dhe pikërisht se nuk jemi si asnjë nga të tjerët, nuk jemi duke kërkuar lirim për të burgosurin politik Erion Veliaj, sepse kjo nuk është çështja jonë, sepse në Shqipëri nuk ka të burgosur politik, dhe sepse sado e dhimbshme të jetë mungesa e tij, sado e pa drejt të na duket ne pikërisht pse jemi këtu për të bërë histori dhe për t'i lënë fëmijëve tanë një Shqipëri tjetër, kemi vetëm një detyrë jashtëzakonisht vështirë. Në 35 vjetorin e themelimit të degës së Partisë Socialiste në Tiranë, u vlerësuan me medalje disa figura të rëndësishme për kontributin e tyre ndër vite në Partinë Socialiste. Rrugë më rrugë, lagje më lagje, derë më derë. Ushtria amerikane ka bombarduar një ishull të Iranit në kundër përgjigjet e një sulmi të lëshuar nga garda revolucionare. Në shënjes të përfunduan bazat amerikane në Bahrein dhe Katar, me këtë të fundit që raportoi dëme të mëdha në aeroport dhe të plagosur. Lufta mes Amerikës dhe Iranit duket se ka rinisur, por me një formë të re. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi nisjen e sulmeve vetëmbrojtëse ndaj Iranit gjatë NATO-s, ndërsa rrëzoi raketa balistike dhe dron që qelluan drejt anijeve dhe vendeve të gjirit. Sulmet në ishullin Keshm në ngushticën e Hormuzit ishin një përgjigje ndaj sulmeve të tentuara nga Irani në të gjithë lindjen e mesme, tha komanda qendrore e SHBA-s, CENTCOM. Irani pretendoi se kishte sulmuar bazat dhe helikopterët amerikan në një vend rajonal duke përdorur raketa dhe dron në shenjë hakmarrjeje. CENTCOM tha se Teherani qelloi 2 raketa në Kuvajt dhe 3 në Bahrein, të cilat u shkatruan ose u interceptuan. Ushtria e Kuvajtit më vonë tha se dronët iranian kishin goditur aeroportin e saj ndërkombëtar, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në ndërtesa dhe duke plagosur një numër njerëzish.
Trafiku ajror u pezullua të mërkurën në mëngjes. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes e përshkroi sulmin si agresion kriminal iranian. Ai tha se të plagosurit kishin marrë kujdesin mjekësor. Sulmet e fundit vinë në mes të negociatave të ngecura për armëpushimin midis SBA-s dhe Iranit, pasi bisedimet për një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës disa mujore dështuan të përparonin gjatë fundjavës. Garda revolucionare e Iranit tha se prishja e sigurisë së ngushticës së Hormuzit do të ketë një çmim të lartë për ushtrinë agresive amerikane. Përshkallëzimi vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump të javë u tha kritikëve të tij që të ulen dhe të relaksohen, duke thënë se Irani vërtet dëshiron që të bëjë një marrëveshje dhe se do të jetë një pakt i mirë për SBA-t. Mediat ndërkombëtare raportuan më parë se Trump kishte kërkuar ndryshime në kushtet e një marrëveshje të mundshme paqeje që lidhen me ngushticën e Hormuzit dhe heqjen e uraniumit të pasuruar shumë nga Irani, por Teherani mohon një gjë të tillë. Ukraina ka sulmuar Rusinë në zemër të saj duke lëshuar dron mbi Shën Peterburg në një ditë kur mbahet forumi ekonomik i Putinit. Raportohen shpërthime dhe të lënduar. Sulme nga Kievi ka patur edhe në zonat e tjera. Ukraina sulmon Rusinë në zemër të saj. Terminali naftës në Shën Petersburg u godit këtë mëngjes nga Kievi. Ky sulm përkoi me fillimin e forumit ekonomik ndërkombëtar në qytetin rus, një konferencë vjetore e liderëve të biznesit dhe zyrtarëve qeveritar, të organizuar nga presidenti rus Vladimir Putin dhe mbi të gjitha me mbërritje në një delegacioni amerikan. Banorët e Shën Petersburgut postuan foto dhe video këtë mëngjes, por nuk komentojnë mbi zjarret në port. Për shkak të sulmit, fluturimet në aeroportin Pulkovo të Shën Petersburgut u ndërprenë. Një sulm tjetër me dron i atribuar forcave të Kievit goditi një autobus që udhëtonte nga Moska në Simferopol, duke vrarë 7 persona dhe duke plagosur 11 të tjerë. Incidenti, sipas autoriteteve proruse, ndodhi në Janakievo, në rajonin e Donetskut të kontrolluar nga Moska. Numri i viktimave u njoftua nga Denis Pushilin, kreu i administratës lokale të instaluar nga Rusia, i cili foli për viktimat civile dhe disa të plagosur të shtruar në spital me shkallë të ndryshme lëndimesh. Autobusi po shkonte për në Krime, ku thuhet se u godit nga dron pa pilot. Sulmi ndodhi gjatë një natë të shënuar nga aktivitet masiv i dronëve. Ministria ruse e mbrojtjes deklaroi se kishte rrëzuar 354 dronë në tokën ruse, ndërsa 50 thuhet se u interceptuan vetëm në rajonin e Leningradit. Ky përshkallëzim i luftës vjen pasi Rusia u hakmor për një episod ku u sulmua një qendër servitore ushtarake, duke lëshuar ferrin mbi Ukrainë me raketa dhe dron. Të nderuar teleshikues, ne këtu kemi përfunduar. Për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Faleminderit për vëmendjen.